Sara Hoxha rrëfen sekretin e marrëdhënies me Ledri Vulën. Blogerja e njohur Sara Hoxha ka zbuluar së fundmi se si ajo dhe reperi Ledri Vula menaxhojnë kujdesin për vajzën e tyre, Poem Blue, pavarësisht se jetojnë në qytete të ndryshme, ajo në Tiranë dhe ai në Prishtinë. Gjatë një sesioni pyet më në Instagram, një ndjekës e pyeti Sarën: si e menaxhoni bashkë prindërimin kur jetoni larg njëri tjetrit? Sara u shpreh me sinqeritet: nuk është gjithmonë e thjeshtë, por me kohë mëson si ta bësh të funksionojë. Komunikimi dhe respekti janë çelësi. Në fund të ditës, më e rëndësishmja është që fëmijët të ndihen të dashur dhe të sigurt, pavarësisht distancës. Ajo nënvizoi se, pavarësisht angazhimeve dhe distancës, fokusi i tyre i përbashkët mbetet mirëqenia emocionale e Poem Blue. Ky rrëfim i Sarës është pritur me shumë ngrohtësi nga ndjekësit, të cilët kanë vlerësuar qasjen e saj të matur, respektin e ndërsjellë dhe përkushtimin e thellë ndaj fëmijës.